Sipas Qendrës Kombëtare të Licencimit, në Shqipëri operojnë rreth 957 laborator klinik, ku çdo ditë analizohen mostra biologjike të pacientëve, gjak, urinë, theçe dhe lëngje të tjera trupore, me qëllim diagnostikimin, monitorimin dhe ndjekjen e sëmundjeve. Por kur një analizë interpretohet gabim, kostot për pacientin mund të jenë vërtet të larta. Prandaj në secilën nga këto struktura, krahas laborantëve dhe teknikëve, është i domosdoshëm edhe një staf mjekësor i kualifikuar, i cili ka për detyrë validimin mjekësor të rezultateve përpara publikimit, mbikëqyrjen e kalibrimit të aparaturave për të garantuar saktësinë, mbikëqyrjen e kontrollit të cilësisë për të garantuar besueshmërinë, interpretimin profesional të rezultateve dhe garantimin e sigurisë së pacientit. Së në shkurt, një mori detyra që e ngarkojnë me shumë përgjegjësi mjekun e laboratorit. Për më tepër, ky rol kërkon prani reale dhe profesionale dhe mbikëqyrje aktive gjatë një orari të plot pune prej 40 orësh në javë për një laborator. Dhe pikërisht këtu nis problemi. Sepse sipas urdhrit të mjekut, në të gjithë vendin rezultojnë të licencuar vetëm 106 mjek laboratori, pra një mjek për afro 9 laborator. Një formulë tërësisht e pamundur të funksionojë. Ndaj, për të mbuluar këtë mangësi, hyn në lojë teknikët e laboratorit, të cilët në realitet kanë për detyrë të ndjekin vetëm procedurën teknike të analizave, ndërsa siç tham, personat përgjegjës për nxjerrjen, interpretimin dhe firmosjen e rezultateve duhet të jenë mjekët e laboratorit. Pra, këta 106 personat e licencuar në gjithë Shqipërinë që vendosin firmën për një punë të bërë nga teknikët e laboratorit. Po pse jemi kaq të sigurt që gjërat funksionojnë kështu siç po i tregojmë? Ose më saktë, nuk funksionojnë. Për ta dokumentuar këtë, vendosëm të bëjmë një vëzhgim në disa laboratorë të Tiranës. Do të japë një kartë identiteti. Në kur marrë këtë si përgjigje? Tregoj në WhatsApp. Pasi kemi kryer analizat, në laboratorin e parë, përgjigja na vjen fillimisht në WhatsApp dhe pak minuta më vonë na vjen edhe një telefonat. Se kalove. Ke mundësi të flasësh, se më mirë ta shpjegoj kështu. Ju jeni mjekja mos gaboj apo? Jam laborantja, teknike e laboratorit. Meqense rezultatet preferojmë t'i marrim nga afër, nuk mjaftohemi me telefonatën, por vendosim ta takojmë vetë mjekën e laboratorit. Por gjërat shkojnë pikërisht ashtu siç e kishim parashikuar. Kam bërë një analizë urinë djetë, doja një interpretim. Është doktore Teknika e laboratorit. Po të nxjerrë rezultatin e analizës. përgjigjen e analizës e ka bërë teknika e laboratorit apo mjekja? Këtë duhet kuptojmë. Gjëre, punët janë të ndarë. Po. Përgjigjen e bën laborantja në çdo laborator. Po pra mjeku laborant a është? Këtë po pyes. Mjeku laborant është në laborator. Nuk takon asnjë pacient. Nuk ekziston asnjë laborator të dalë laboranti për të sqaruar ty. Recepcionistja flet me shumë siguri për rolin e mjekut të laboratorit, Por pas insistimit ton, vendos të na çojë tek mjekja. të paktën kështu menduam. Po ja thoya të vajzës të recepcionit tash nga që e ka bërë mjekja e laboratorit, tash ndoshta do ishte më mirë me ma shpjegoj, prandaj insistova. Patjetër, sa herë do dëshiroj. Jo, mjekë e laboratorit jeni ju. Por doktoresha nuk është. Çfarë nuk është? Ja pra, që mjeke nuk paska, dhe ky nuk është as pak një rast i izoluar. Si e? Mirë. Për atë analizën që bëra dje, Ka dalë normale si përgjigje. doktoresha thot, Doktoresh, thashta që ka bërë. mjekja e laboratorit. Ju jeni tekniku po sa. Unë jam tekniku, po. Okej, nuk e bën ajo domethënë. Ja. Doktoresha është thjesht mjekja e laboratorit. Mjekja e laboratorit më përgjithësi për analizat që ka dalë. Problemet nuk është. Në 2 raste, mjekët mungojnë fizikisht, duke e lënë gjithë peshën e interpretimit të analizave tek teknikët e laboratorit. Të cilët gjithmonë janë të rinjë të reja që pavarësisht kualifikimit, nuk kanë kompetencën për të interpretuar rezultatet. Sidoqoftë, insistojmë me punën tonë në terren për të kuptuar një herë e mirë se çfarë ndodh realisht në laboratorit e analizave për shkak të mungesës së mjekëve. Është data 1 maj 2026 dhe ne vendosim të dërgojmë 2 mostra biologjike në 2 laboratorë të ndryshëm, në 2 zona të ndryshme të Tiranës, shumë larg njëra tjetrës dhe thuajse në të njëjtin orar. Kjo ndodh pasi jemi informuar që në të 2 laboratoret analizat i interpreton e njëjta mjeke. 2 orë më vonë, pasi kemi dorëzuar kampionët, përgjigja na mbërrin në WhatsApp. Surprizë! Në të 2 laboratoret, rezultatet janë firmosur nga mjekja në fjalë, E cila i bie që në të njëjtën kohë të këtë qenë prezente në 2 laboratorë të ndryshëm, rreth 4 kilometër larg njëri tjetrit, dhe brenda një kohe kaq të shkurtër të ketë parë, interpretuar dhe firmosur analizat? për këtë, më mirë të kërkojmë sqarim direkt tek laboratorët përkatës. Po, pasër nuk të kemi gjë për të shqetësuar. Është mjekja. Nuk kishe infekcion, ta kam parë vetë. Ti je doktoresh. Po,
kjo që sapo dëgjuat është tërësisht e pavërtet. Zonja përballë nesh nuk është mjek e laboratori, ajo është teknikja që jo vetëm na u hoq si mjeke, por madje mori përsipër kompetencat e doktoreshës. Dhe madje duket shumë e bindur që është doktoresh, kur në fakt emri i saj, por edhe pozicioni në klinikë është krejt i ndryshëm. Gjithsesi, le të shohim nëse i gjejmë doktoreshën në laboratorin e dytë. Do isha me të pyet për doktoresh. Ashtë këtu? Kjo është për momentin, nuk është këtu. Edhe këtu jemi të pafat, nga mjekja asnjë gjurmë. Megjithatë, përmes telefonit ajo justifikon kështu mos prezencën. Atëre, unë jam aty mjek e laboratori. Dhe si mjek laboratori neve konsultant po praktikojmë. Okej. Analizat që bëhen nga neve, lidher për tokën e mjekësisë. Një mjek e laboratori e cila po bën një përdorim formal të licencës, sidoqoftë, doktoresha është në rregull. Përsa ko nga Ministria e Shëndetësisë janë lejuar të hapen laboratore në disproporcion të plot me numrin e mjekëve. Ajo edhe 105 kolegët e saj mund të jenë në 9 e më shumë vende njëkohësisht. Ndaj pyetjet tona, jo për mjeken, por për institucionet tona shëndetësore, janë të thjeshta. Si mundet një mjek të nxjerrë dhe të interpretojë rezultate analizash në një raport një person me 9 laboratore? A duhet të dyshojmë që pavarësisht teknologjisë dhe kualifikimit të teknikave të laboratorit, rezultatet të mos interpretohen si duhet? Si e komentoni që një mjek laboratori e ka vullën dhe firmën në 4 laboratore të tjera kur nuk është prezente në laborator? Këtë nuk di t'ju them, sepse nuk kam ndonjë informacion të tillë. Duhet ta Një kem informacion që unë po ja jap tani në këtë moment. Ju si mjek e laboratorit, e cilësoni që është mënyrë e duhur pune dhe pastaj kemi analiza që Është dalin. diçka që duhet vlerësuar seriozisht. Kjo që më thua, duhet vlerësuar seriozisht. Është një gjë që duhet vlerësuar seriozisht. Skandali bëhet edhe më i madh kur kupton se njerëzit që votojnë ligjet në parlament janë njëkohësisht edhe pronar të këtij biznesi gjigant që funksionon me mangësi dhe parregullsi të përsëritura, siç është rasti i deputetit Vasil Llajo, i cili është pronar i Intermedica, rrjeti më i madh laboratorik në vend, me të paktën 20 pika në të gjithë Shqipërinë. Sa qendra laboratorike ka Intermedica? Jemi në parlament për një pyetje. Po ju jeni mjek dhe jeni pronar i Intermedica. Sa qendra laboratorike ka? Sa mjek laborator ka në Intermedica? Janë të dhëna që i takojnë kompanisë të deklaruara. Faleminderit. Jo, nuk mund të thoni një shifër se sa janë? Jo, nuk e mbaj mend. Si është e mundur që një mjek ushtron profesionin në disa pika kur ka klinika në lokacione të ndryshme? I lutem. A keni mjek laboratori? Sa duash. Sa? Në sa pika? Do t'i lajo në sa pika keni mjek laboratori? Sepse ka lokacione të ndryshme dhe një mjek edhe në disa lokacione. Ajo është politika e ministrisë ku erdhi Ministrisë së Shëndetësisë. Zoti Llajo, i cili është edhe vetë mjek, nuk jep një përgjigje konkrete për problemin, duke ja kaluar përgjegjësinë Ministrisë së Shëndetësisë. Por të mos harrojmë që në këtë rast kemi të bëjmë jo thjesht me një pronar laboratori, por me një ligjvënës që fare mirë mund ta ngrej këtë shqetësim në sallën e parlamentit. Po cili është problemi real në këtë vëzhgim që bëm, numri tepër i lartë i laboratorëve apo mungesa e mjekëve laboratorik? Për ta kuptuar, mjafton një krahasim me Kosovën. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë, atje janë të licencuar rreth 194 laborator mjekësor privat për një popullsi prej afro 1.6 milion banorësh, pra një laborator për rreth 8200 persona. Ndërkohë në Shqipëri, kemi mbi 957 laborator për rreth 2.3 milion banor, ose ndryshe, një laborator për 416 banor. A është vërtet i nevojshëm një numër kaq i madh laboratorësh? Ai sa sot në çdo lagje i gjen më shpesh se furrat e bukës? Dhe tani një tjetër krahasim interesant. Në Kosovë janë rreth 80 mjek për 192 laborator. Pra, një mjek për 2 laborator. Në ndryshim nga 106 mjek të Shqipërisë, që mbulojnë mbi 957 laborator. A mos vallë kolegët e tyre për te kufirit janë kaq të paaftë, sa të mos guxojnë të hapin pafund laborator të tjerë? Apo mos ndoshta, atje nuk lejohet që firma e një mjeku të dërgohet dhe të delegohet pas një kriter, e gjitha kjo në kurriz të shëndetit të pacientëve? Këtu ndoshta përgjigje duhet të na jap Ministria e Shëndetësisë.